Limi afrohet drejt Albës me një buzëqeshje provokuese, duke e parë nga kokat e këmbët dhe duke e kuptuar menjëherë se ajo nuk është në humorin më të mirë. Me një ton ngacmues, ai thotë se duket e inatosur dhe e pyet nëse arsyeja është fakti që ai është futur në të njëjtin ambient me të. Alba nuk i kthen menjëherë përgjigje, vetëm e shikon ftodh, sikur të mos donte t'i jepte rëndësi fjalëve të tij. Limi vazhdon ta ngacmojnë, duke qeshur lehtë dhe duke i thënë se ajo po sillet sikur prania e tij e bezdis më shumë se ç'duhet. Ai i kujton momentet e vjetra mes tyre, duke nënkuptuar se dikur gjërat kanë qenë ndryshe, më të afërta dhe më të ngrohta. Atmosfera bëhet menjëherë e tensionuar, sepse Alba duket se nuk është gati të kthehet pas në të kaluarën. Me një ton edhe më provokues, Limi i hedh një pyetje që e vë Albën në siklet, duke e pyetur se kur do të flenë bashkë si dikur. Kjo fjali e bën situatën edhe më të ndërlikuar, sepse Alba ndalon për një moment, merr frym thellë dhe duket qartë se nuk i pëlqen ky drejtim i bisedës. Ajo përpiqet të ruajë qetësinë, por fytyra e saj tregon bezdi dhe nervozizëm. Alba i kthen se ai po e tepron dhe se gjërat që kanë ndodhur në të kaluarën nuk kanë më rëndësi tani. Ajo i bën të qartë se situata mes tyre ka ndryshuar dhe se nuk ka ndërmend të luajë me kujtime të vjetra. Limi, megjithatë, nuk heq dorë lehtë. Ai vazhdon ta shikojë me një buzëqeshje ironike, sikur të mos e marrë seriozisht refuzimin e saj. Biseda mes tyre tërheq vëmendjen e banorëve të tjerë, të cilët ndjejnë tensionin që po krijohet. Disa shikojnë nga larg, të tjerë përpiqen të kuptojnë se çfarë po ndodh mes dy ish partnerëve. Alba largohet ngadalë, duke i dhënë fund bisedës, ndërsa Limi mbetet pas, ende me të njëjtin qëndrim provokues. Ky moment tregon qartë se mes Limit dhe Albës ka ende shumë gjëra të pasgjidhura. Ngacmimet, fjalët me nënkuptime dhe reagimet e ftohta tregojnë se e kaluara e tyre vazhdon t'i ndjek brenda shtëpisë, duke krijuar tension dhe situata që mund të shpërthejnë në çdo moment.